Por i kthehemi në studio miqdashur, ora e saktë 10:34 minuta. Dhe tashmë është koha edhe këndi për të ftuarin tonë. Pikërisht, siç e paralajmëruam edhe pak më parë, dhe që nga fillimi i ditës së sotshme, ne do ta kemi një ndër personazhet që e tregoi tani historinë që për 4 vite drejtori nuk ka qenë prezente në intervista biseda. Nuk e di, se mbajta mend mirë, ha? Ndoshta edhe ajo nuk e mban mend intervistën e saj të fundit, mirë, po ne kemi nder dhe kënaqësi ta kemi në studion tonë të vetmen, siç e quajmë edhe ne one and only, Arbnora Mehmeti, treguam pak për historinë e saj, mirë, po sot do të flasim edhe shumë për sakrificën, për sfida që ajo ballafaqohet në përditshmëri, mirë, po mbi të gjitha siç e përmenda edhe për bjetesa në këtë nën qiellin tonë të mrekullueshëm. Mirëmëngjes Arbnora. Mirëmëngjes Arbnora. Zgjim. Desha vetëm ta theksoj se është e fundit intervistë ka qenë gjithashtu në Allsat, kështu që jemi okay. 4 apo 5 vite, se këtu nuk kishim një ditë. Po që prej në Covid, nuk kam dalë, po. Se atëherë kishte një temë që kisha mundësi ta shtjelloj, po, dhe ishte aktuale, prej asaj kohe nuk është që kam dalë. Që nga atëherë ke qenë shumë aktual, sidomos edhe në rrjetet sociale, po. Ka qenë aktive gjithë kohës, ka qenë aktive, por ka qenë pas syrit të kamerës, pakisisht, dhe ja që ne pa të mundësi, sot e bindëm përfundimisht që të vi, në nderoj, edhe të diskutojmë shumë gjëra se çfarë fshihet pas objektivit. Por përpara se të kalojmë te kjo pjesë, tema e ditës. Unë do doja ta pyesja një herë Arbnorën. Arbnora, tema e sotme është kjo. Fitojmë pak, realisht, harxojmë shumë. Nga na vinë. Fitojmë 500, harxojmë 700 euro. E njëjta ndodhet edhe mua. Edhe shpesh e flasim me kolegë, sidomos, se tham, nuk e di ku i marrim gjithë të pare, ne shumë harxojmë. Si ballafaqojmë këto? Kjo nuk ndodh në perëndim, vetëm tek ne. Është një fenomen i çuditshëm ky. A di të bësh matematikë kështu në përgjithësi? I bën planet, sidomos kur duhet të blej teknikë të re. Kur është momenti i duhur, edhe pse e dim sepse janë jashtëzakonisht shumë të kushtueshme. Fatkeqësisht është një sport i shtrenjtë. Është një sport, është jashtëzakonisht shumë i shtrenjtë, por e keqja është sepse gjithmonë duhet të jesh në hap me kohën, kështu që duhet shumë kënaqësi të privohesh me këto të ardhurat tona që i kemi për të arritur atë që do të jemi. Është fund viti sezona ideale për të investuar në teknikë? Varet, për shkak se unë sa e mbaj mend çdo herë kam investu ose në pranverë ose në verë, është një periudhë kur ka lirime, edhe ne mundohemi maksimum ta shfrytëzojmë atë, po megjithatë nevoja janë shumë të shtrejta, është sport i shtrejtë, edhe një ndër arsyet, unë çdo herë përmend se një ndër arsyet pse mua më ka penguar që të flas se unë e du fotografinë, ka qenë pikërisht kjo, se ekonomikisht më zhduk gjithmonë e pamundshme që të marrë ta blej një kamerë edhe të kyqem në botën e fotografisë, dhe besoj që të njëjtat pengesa i ka edhe çdo i ri, sidomos në këtë kohë që jemi tash, që ka dëshirë edhe është entuziast për të kyqë në fotografi. Apo thjesht për ta ndjekur edhe ëndrat, sepse ëndrat kanë filluar të jenë shumë të kushtueshme, varësisht nga profesionet. Ajo ëndër, ose cila ishte ajo fotografia jote e parë që e ke bërë, që the unë këtë do ta bëj profesion? Fotografia e parë që më është publiku në gazete, mbaj mend, është publiku në ballin të gazetës Slobodën Peçat. Unë atë kohë isha studente në gazetari dhe kryeredaktori i gazetës vite çdo ditë, një herë në javë, në fakt vinte për ligjërat, ishte si mysafir, edhe çdo herë që më shifte në amfiteatër, më kishte pa dhe më thote ti do të vish se unë dhe do të jesh fotoreportere. Unë kam thënë, jo, faleminderit. Unë do të bëhem gazetare. Edhe, po në ndërkohë unë isha aktive, kisha punu me një media online edhe gjatë gjithë kohës kam publiku fotografi, edhe një ditë pata qellu para Ministrisë Drejtësisë edhe aty u pat shkaktu një zjarr dhe unë qellova aty përpara dhe e shkrepa një fotografi edhe të njëjtën e publikova dhe në ndërkohë e mora një mesazh prej tij që më pyetja është okay që ne të bashkëpunojmë edhe të ma publikoj fotografinë në ballin, edhe unë atëherë isha student edhe realisht e mbaj mend si një ndër fotografitë e para që më është publiku
edhe ka qenë gëzim i madh se disi mi hapi dyrt, edhe është mirë kur kemi njerëz still në jetë që ato na shkëndia, hapin dëshira po, që po. i ke që të hapen dhe pas të publikohen. Edhe në basë asaj gjë shumë e normal, bukur. pa ta marrë një ofertë për punë që gjithashtu nuk isha e sigurt nëse do të shkoj ose jo, edhe me një moment vendosa tash unë nuk po vazhdoj të bëj punë që nuk i du, edhe po e provoj atë që unë e du, edhe realisht tash për shkak të asaj dere që mu hap në fillim jam këtu ku jam pas 8 viteve 9. Unë do doja që të bëja një krahasim, sepse në këtë nënqëllin tonë, fatkeqësisht shumica e qytetarëve tanë, kemi padrejti të shumta, gjëra që ndodhin, por asnjëherë nuk mundohemi që gjithmonë pa vetdije lëm bajraktar që të merren me atë punë, ndërsa shumica dërmuset flasim për çdo fenomen që na preken, mundohemi që të rrim në ato komfort zona tona, të qëndrojmë, edhe të shikojmë të tjerë se çfarë bëjnë. Por ti gjithmonë je përpara atyre bajraktarëve. A ke informacione që të thonë njerëzit përpara, e mendon këtë sfidën që duhet ballafaqohesh me raste të çuditshme që ndodhin? Normal, ajo është pjesë e punës, po unë nuk mundem ta përbi një moment që ndodh afër një shtetit rajonal, një shteti që kemi ne në rajon, ndodh një ngjarje e madhe dhe unë mos shkoj. Mendoj që se çdo fotoreporter do ta ketë qëllim atë, se kjo është qëllimi jonë që të sjellim sa më afër informacionet te publiku. Ajo që unë e bëj zakonisht kur shkoj në teren është që ta sjelli sa më afër atë human story të njerëzve si ata po e përjetojnë, edhe nëse është një zjarr i thjeshtë. Unë nuk merrem me zjarrin, shkoj për rreth, të shoh se si janë reagimet e njerëzve, me çka po përballen ata momentalisht. Kështu që kam pasur në shumë raste me që kam qenë edhe në Ukrainë në fillim të luftës. Atje kam qenë për të mbulu atë aspektin e migrantëve dhe refugjatëve në atë kohë që kanë lëvizë në ato Jetën e territore. civilëve më shumë. Po. Edhe normal, ekziston çdo herë një adrenalin që të thotë shko, ma andej, po Domethënë të gjithë ikin ti shkon në anë të kundërt. është normal që është një farë adrenaline që ne kemi edhe na mban. E çuditshme. Po, që na mban edhe nëse shohim që një situatë është shumë e rrezikshme, ne gjithmonë shkojmë sa më afër që të kemi diçka sa më shumë. Sidomos në situata kur jemi të vetëm, meqense më ka ndodhur që në disa terrene kam qenë e vetme dhe ajo është një farë lirie se e di që gjithçka është para teje dhe ti je një burim informacioni, por në raste tjera kur ka më fokusi i medjave është shumë më i madh, ne çdo herë tentojmë që të shkojmë pak më larg, që të nxjerrim diçka që dikush tjetër nuk e ka. Është normal që ekzistojnë rreziqe. Megjithatë, ato duhet të menaxhohen edhe jo gjithmonë të udhëhiqemi prej asaj adrenalines, për shkak se shpesh mund të ndodhemi në situatë e cila është në rrezik për jetën tonë. Urojmë që mos ndodhi asnjëherë kjo. Le të jetë tamam korrekt, i saktë, edhe ashtu siç duhet. Pikërisht kur jemi edhe tek ngjarjet e shumta që kanë ndodhur edhe në botë, në përgjithësi në glob, unë doja shumë pak të fokusohemi më shumë Nora edhe për mediat botërore, sepse kemi parë bota është gjendur në shumë situata krize, sidomos këto 10 vitet e fundit, ja nuk po shkojmë edhe më shumë se këto 10 vitet e fundit, që nga edhe pandemia, lufta e Ukrainës, lufta në lindjen e mesme, që po vazhdon ende sot. Unë dua pak ta shohim pjesën e mediave botërore, të cilat edhe po hasen në kriza shumë të mëdha që edhe po mbyllen. Ne të kemi pa dhe prezente në shumë media të ndryshme perëndimore, që ke punuar, je freelancer, bashkëpunon me ata, si e sheh gjendjen momentalisht të mediave, ndikimin e tyre, po ashtu edhe mbylljen e shumë mediave të mëdha botërore? Në një ambient si kur ky yni mediatik, mbyllja e këtyre mediave është me të vërtet një humbje e madhe në aspekt profesional, për shkak se ato media kanë qenë prezente në momente shumë historike në vendin tonë dhe njerëzit i njohin prej atëherë, sidomos Radio Deutsche Welle, madje Radio Evropën e Lirë, Zëri Amerikës, po, Al Jazeera, dhe këto
Këto mbyllje ndodhen me një afat shumë të shkurt kohore që është një goditje shumë e madhe për gazetarin profesionale, madje edhe për gazetarët profesional, sepse ne përballemi me një hapësirë ku burim kryesor i informacionit tentojnë bëhen portalet cilat nuk kanë as adresë, nuk kanë as edhe gazetar, nëse e analizojmë. Edhe kjo është një super hapësirë që ata të operojnë me publikun, për shkak se neve kemi një publik i cili nuk ka edukim të nalt gazetaresk dhe nuk mund ta bëj dallimin se çfarë është media profesionale dhe çfarë është një portal online, për shkak se unë nuk i quaj as shumica nuk i quaj as media. Mua më pëlqen Edi Rama që i thot kazani mediatik. Po, kazani mediatik. Edhe me një hapësirë si kjo që jemi ne ndaq politike, ndaq edhe në aspekt profesional, largimi këtyre mediave është një humbje shumë e madhe, sidomos edhe për gazetarët, sepse gazetarët të cilët punojnë në media internacionale kanë shumë të vështirë mandej të kthehen edhe të kyqen në mediat lokale, sepse mbi gjitha ata nuk do të jenë të vlerësuar sa kanë qenë më herët. Këtu po flasim në aspekt të finansave, madje në aspekt të kushteve që ata i ofrojnë, edhe kështu dal nga dal ata edhe largohen prej profesionit të mediave, edhe kështu ndodh edhe një farë vetvrasje profesionale, për shkak se nuk është që ne po prodhojmë kuadër të ri gazetaresk. Ka vite që nuk kemi gazetar të ri, nëse ndodh që është vetëm një, për atë them që është shumë e hidhun që këto media po na largohen prej në vend. Unë vetë punoj prej vitit 2019 punoj për Deutsche Wellen, edhe është ata që kanë pas mundësi që të punojnë për mediat internacionale edhin shumë mirë se si funksionojnë ata, se si funksionojnë ato, dhe është një fat i madh për ne që kemi pas mundësi që ta shohim se si funksionon një media e cila është internacionale. Për atë edhe e them që është shumë e vështirë që ata tash të kthehen edhe të kyqen në tregun mediatik që e kemi ne tash. U thyen shpirtërisht, më themi që edhe shumë e vështirë për rikthimi i tyre. Uroj që të rikthehen sërish këta mediat, por këtu më duket pak sa një politik pak më madhore, e cila po mundohet që mediat që kishin një besueshmëri shumë të madhe, t'i zhdukin që të krijojnë këtë kazanin e madh të turbulencave të shumta që secili është bërë gazetar sot në portalet e ndryshme, që të krijohet një katrahur për të bërë politikat pak më madhore, sepse këta që ishin më transparent ishin zëri i vërtetëm. Jemi shumë të vetëdijshëm se çfarë ndodh në rrjetet tona sociale, që me një titull merr jehon një lajm i cili ndoshta nuk është as pak i vërtetë, është komplet një dezinformat e situatës së ngjarjes, ndërsa ndikohen popullit që thave nuk kanë një njohuri shumë të madhe gazetareske për ta darë një ndoshta edhe pak për të hulumtuar unë si lexuese, të hulumtoj pak a është një lajm i vërtetë apo jo, ndërsa ndikohemi nga një titull. Argnora, unë dua të kaloj pak në ato zonat më problematike. Në zonat që përmend edhe ti janë pak ndonjëherë edhe rrezik për jetën. Dritroj po ashtu para se të futemi në studio e përmendi edhe vetë faktin që shumë gazetarë në lindjen e mesme, por edhe në luftën e Ukrainës, kudo që ka pasur edhe ka pasur kriza, luftra të ndryshme, shumë gazetarë edhe kanë humbur jetën e tyre. Jetën për të na sjell lajmin sa më afër nesh. Si i përjeton sidomos kur ndodhesh në mes apo në front të luftrave? Cila është ai emocioni që të ka plan, mirë po mbi të gjitha ai përkujton të gjitha ata kolegët e tu të cilët mundohen që ta përçojnë lajmin, sepse ne sot i shohim edhe si histori, si biografi lexojmë në rrjetet sociale, njoftohemi me ata që me të vërtetë fluan jetën e tyre për ta përçuar lajmin, mirë po disi sikur nuk po ndikohet më as populli, as civilizimi mbi të gjitha. Ne realisht nuk është që si shtet nuk kemi pas mundësi, sidomos ne gjeneratat më të reja, që të përballemi me ndonjë situatë që ka qenë shumë dramatike ose për shembull
nëse marrim parasysh konfliktin e vitit 2001, ose luftën e Kosovës edhe Bosnjës, ku shumë fotograf internacional kanë qenë prezent, sidomos edhe fotograf lokal, kanë qenë prezent edhe kanë mbulu gjithçka që ka ndodhur atëherë dhe janë fotografitë që ata i kanë kriju, kanë hap madje edhe raste në gjykatën për të drejtat e njeriut, edhe ky është një ndër momentet kyçe sepse është e rëndësishme prezenca e fotoreporterëve në gjithë ato ngjarje. Megjithatë, prej ngjarjeve të fundit që kanë ndodhur në vendin tonë, unë mund ta them lirshëm që e kam kuptuar një send që ne kur shkojmë në teren nuk e marrim parasysh përveç aspekteve të natyrave të ndryshme që mund neve të na rrezikojë jetën, ne nuk e marrim parasysh atë pjesën mentale. Unë kam kuptuar që prej zjarrit të fundit që ndodhi në Koçani, kam kuptuar që prej atje ne me vete i marrim edhe disa trauma. Edhe kjo më ka ndodhur një javë rresht prej kur ndodhi rasti, edhe kam mendu se sa prej nesh i marrim ato trauma edhe i çojmë në shtëpi. Nuk gjërat të cilët ndikojnë pa vetë në vetën. Ndikojnë sepse ne kur jemi në teren, unë për vete flas, unë nuk kam ndonjë ndjesi. E kam rolin e fotoreporterit, nuk shpreh emocion, vetëm fotografoj edhe kam të rëndësishme që ta nxjerr atë që unë du ta nxjerr prej aty edhe ta publikojmë para publiku. Por kur kthehem në shtëpi, është ai momenti që ti kthehesh. Janë shokat emocionale të cilët i përjeton në teren, sepse nuk e thua me zë. Se është një farë mënyre që shprehesh, por në emocion të cilën e mban nga brenda dhe duhet ta nxjerrësh, është vërtet është një luftë e brendshme. Është ngjarja e Koçanit, është ngjarja e Besa Transit, është pikërisht edhe Durrëmotusi. Ato pamje nuk është e lehtë. Po, sepse njerëz që rrinë në shtëpi edhe i shohin vetëm disa segmente për asaj se çka ndodh, nuk janë edhe aq, nuk e kanë edhe atë empatinë ndaj ati rasti, por ne që kemi shku atje dhe kemi qenë në komunikim direkt me printe fëmijëve që kanë ndru jetë atje, madje kemi pa dhe skena ato momenteve kur ata e kanë marrë lajmin që fëmija, edhe pse kanë prit para spitalit, e kanë marrë lajmin që fëmija nuk është i gjallë. Ato janë momente që neve në atë i marrim me vete, i marrim në shtëpi me vete edhe e kam kuptuar që është shumë e rëndësishme që ti trajtojmë edhe ato. E nuk po e bëj një krahasim me fotografë cilët janë momentalisht po mbulojnë konfliktet luftës që besoj që është edhe shumë e vështirë që ta përballojnë, kështu që ekziston çdo herë diçka që neve e marrim me vete edhe unë e them gjithmonë që çdo fotografi që unë i kam bëu nuk i shoh vetëm si fotografi, ata e kanë një za. Po ti shef, pikërisht sepse unë ndjej. Kjo si fotografi duket me meze, por kthitma që i ke përjetuar ti janë të tua, domethënë që i kemi mban nga brenda. Po gjithmonë e kanë një historie, e kanë personazh, kanë historie, kanë unë i ndjej edhe nuk është vetëm për mua, nuk është vetëm një fotografi. Kur jemi pikërisht te kjo që nuk është thjesht një fotografi, nga të gjitha historitë që ke dokumentuar deri më tani, fëmijët në kushte të vështira, gratë izoluara, migrantët në rrugë, cila ka qenë ajo një ndër fotot që kur nuk të kalën të qetë. Domethënë që gjithmonë zgjall tek te ankthin, po mbi të gjitha e përcjell storia është më e zhurmshme, do thoya kështu. Një ndër storia që mund ta potencosh. Ndër fotografitë që nuk më le të qetë është ndoshta reportazhe që kam bërë në spitalin klinik infektiv gjatë Covidit, për shkak se un kam pas insistuar shumë që të hyj aty. Kam pa që nuk kishte media para me nuk kishte hyj askush prej fotoreporterëve dhe unë gjatë gjithë kohës e kam shqetësuar ministrin e shëndetësisë, du të hyj, edhe merrte momenti që të hyj, po kur kam hyrë brenda, kam pa shumë njerëz të cilët ishin në prag të vdekjes, edhe pse isha me 2 skafander, mundojsha ti përshëndes, po gjithsesi unë nuk e di fatin e atyre njerëzve, ndoshta dikush nuk është gjallë, ndoshta dikush është, nuk e kam kuptuar asnjëherë ku janë ata njerëz, kështu që kur i shoh ato fotografi, gjithmonë i kujtoj ato momente edhe pse ata kishin vështirësi, nuk është që kanë bërë ndonjë problem, pse unë isha prezent aty edhe kam fotografu,
e kishin atë dertin e vet, po edhe ne dertin ton që t'ju tregojmë njerëzve se çka po ndodh brenda. Sepse kishte një papërgjegjësi të madhe kolektive, derisa duheshte që të flijon, të futeni për të nxjerrë informacionet, për ta ditur njerëzit se vërtet bëhet fjalë për diçka Kishte shumë e papërgjegjësi, madje edhe u shpërndan shumë fotografi të cilat ishin të vjetra prej epidemive. E njëjta ndodh edhe tash, sidomos me luftën në Iran, që shumë fotografi janë të gjeneruar me AI edhe njerëzit e kanë shumë të vështirë që ta besojnë edhe ta kuptojnë. Tash është një fenomen i ri që më herët kur nuk ishte AI, kishte fotografi të caktuara që shpërndahen me një moment, dhe kurse tash prodhohen janë fotografi të reja dhe është shumë e vështirë për njerëzit që ta kuptojnë nëse është e vërtetë ose jo. Flasim për inteligjencën artificiale, edhe pse ne në shumë profesione kemi si pyetje të zakonshme, mirë po pikërisht me fotoreportimin lidhet shumë ngushtë Arbnora. Do doja shumë që mos ta flasim këtë realitet, po e jetojmë. Nuk besoj që do të na merr vendin kështu. Edhe unë se besoj. Edhe unë nuk mendoj, mirë po ndikimi i njerëzve është ajo qëllimi më kryesor, që ta kuptojnë, ta ndajnë realitetin nga fiksioni, do me thënë, sepse fotot AI janë, do me thënë, një imagjinate krijuar nga një inteligjencë, edhe pse është inteligjenca e njeriu që e ka krijuar, nuk është diçka më e madhe se ajo, po unë besoj që do të mri deri në atë nivel që nuk do të mundet dallohet, por që nuk besoj që neve na e zaventson punën, për shkak se ne që atë që e bëjmë është në teren, e bëjmë me storje që janë të gjalla, janë reale, kështu që nuk mendoj që atë mund ta zaventsoj AI, edhe pse normal gjithmonë ka tentative dhe madje kishte një në fillim kur u paraqit për herë të parë kishte një konkurs edhe aty kishin shpall fitues një fotograf i cili kishte gjeneruar një fotografi me AI, edhe tek mbasi u shpall fitues ai tregoi. Po, tha këtë fotografi unë e kam gjeneruar, edhe kur filluan me analizu dolën që kishte shumë elemente që ishin të dallueshme, por nuk i kishte vërejt askush. Por gjithashtu mund të thuhet që nuk ekziston momentalisht ndonjë mjet i cili saktë detekton nëse një fotografi është me AI ose nuk është. Jep një përqindje të asaj nëse është, po ata 50% që thotë ndoshta s'është janë gjithashtu diskutabile. Kështu që besoj që na presin kohë të vështira për këtë çështjen e AI-t dhe gjithashtu edhe fake newsit. Urojmë që ti kuptojmë sa më shpejt të vedisohemi si shoqëri për të kuptuar cila është e vërteta edhe cila është ajo e cila e gjeneruar për 2-3 sekonda. Nga studimet, Arbnora ke dashur studion, e ke pasur për qëllim domethënë studio, mirë për përzgjedhje terrenin. Tash kam ndesht ku e sheh veten ndoshta në 5 vitet apo 10 vitet të ardhshme. Unë detyrova të studioj gazetari dhe shqyr që e kam zgjedhur si profesion se nuk e kisha taku mandej fotografinë. Kështu që besoj që janë do kocka që lidhen, që lidhen edhe dikur në jetë të hapet ajo rrugë. Po normal, unë e besoj shumë që du të mbetem fotoreporter edhe insistoj të mbetem fotoreporter edhe pse tregu mediatik po ndryshon edhe çdo ditë më shumë prej neve po kërkohet video dhe jo fotografi që është unë për vete e shoh si shumë shqetësuese për shkak se mendoj që fotografia e ka atë fuqinë e vet edhe e ka vlerën e vet sidomos në media, po unë besoj që do të vazhdoj me fotografinë edhe pse jo në të ardhmen do të kisha dashur që të kyçem edhe në botën akademike për shkak se te ne nuk ka fotograf cilët ju ligjerojnë të rinjve për fotografi, kështu që themi që je vetmja të paktën femër në vendin tonë e cila kryen këtë profesion. Shqiptare po, besoj që jam vetëm unë, nuk kam pa, unë për vete nuk kam pa në Maqedoni dikon tjetër. Ka gra tjera që ushtrojnë profesionin e fotoreporterit, po mendoj që mungojnë njerëz cilët mund t'u përcjellin këtë profesion gjeneratave më të reja. Arbnora ndonjë ekspozitë të ardhshme? Urojmë për ekspozitë. Nuk jam njeri ekspozita, është një që porosi për gjithë që kanë pasion, do doja që t'i nxisim që të merren me këtë profesion. Mjafton ajo dëshira që ta dush edhe të ndrosh për një profesion që të
E ndron. Po. Të rritesh Me me ke pasion. profesionin, do të thoja kështu. Se herë do kur hapen rrugët për të mri aty ku doni, unë për vete thash, e kam zgjedh gazetarin se nuk kishte matematikë në fakultet gazetarisht. Edhe mandej Kështu që më lidhet me temën, pëlqej, thash, fitojmë pak, harxojmë shumë. shumë pëlqej. Mandej kur fillova ta studioj thash, po ky është profesioni shumë ngjyrësh ishte. E se aty kam mësuar shumë sende dhe shumë pëlqej. Edhe thash, okay. Edhe pse unë e kisha pasion fotografinë deri në shkollë të mesme, kam desh shumë, po s'kam pas informacion, mendoj që neve jemi pak kufizuar me informacione, nuk e kam ditë se ku mund të studioj kamerë, fotografi, kështu që më kam mjaftuar ajo dëshira që ma vonë të më lidhen kockat. Të bëhet realitet. Po, është edhe shumë e rëndësishme që t'jetë dikush që t'ua hap atë rrugë dhe t'ja jep dorën një triut, për shkak se kjo mungon te ne. Te ne çdo i ri i cili është potencial që ta trashëgoj një profesion, nuk duhet të shihet si rrezik, po duhet t'i jepet dora dhe t'i jepet mundësia, edhe jo t'i mbyllet dera. Te ne po bëhet e kundërta, në vend se t'i jepet mundësi. Unë nuk e kuptoj si pak ata në moshë më madhore shohin konkurrencë tek të rritë, ndërsa ne duhet të jemi gjithmonë ata të cilët e hapim një derë apo ja e zgjasim një dorë. Më vjen shumë keq sepse kohën e kemi shumë të limituar, është një bisedë shumë e ndjeshme. Unë do doja shumë që edhe një orë të vazhdon me Arnorën, mirë po Arnora, unë jam e bindur që do të na vish sërish në studio për ndonjë temë tjetër. Pas 5 viteve. Jo. Ose të paktën do dalim në terren bashkë me Arnorën dhe bëjmë intervistë. Edhe më e bukur. Arnora je pas zëvendësueshme, vetëm vazhdo përpara, paq shëndet edhe paq raste sa më pak tragjike, po mesazhet e fuqishme të përçohen gjithmonë në publik. Faleminderit edhe juve për ftesën edhe uroj që të shohim sa më shumë fotoreporter, sidomos vajza. Uroj dhe shpresoj që do ndodhe kjo. Faleminderit shumë. Miq dashur, ne këtu po japim fund emisionit me shpresë që të shihemi nesër në një kohë, në një vend. Deri atëherë, Mirëmbëjtje. mirëmbëjtje gjithë.